kam qenë usere Odeta, nuk flisnim dot neve. Jeton 10 vjet aty, edhe kur vjen puna, të merr të nxjerr jashtë. Ajo është, më fal për shprehjen, si shtrige borbardës. Kam qara aq shumë sa më ka rënë të fikt. Lotë tim kanë 8 vjet, nuk janë ka rishtur këtu. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni dhe të abononi poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të shkojmë me këtë live në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të jemi në Michigan. Do të hap dritaren për një 54 vjeçare me emrin Entela, e cila ka 9 vite që është larguar nga Shqipëria dhe është vendosur në Amerikë, por kokën e ka pas në Korçë, në vendlinjen e saj, sepse ka një plagë të madhe, një problem që ende nuk po i gjen dot zgjidhje. Por çfarë ka ndodhur me Entelën? Do të jetë kjo 54 vjeçare që ditën e sotme do e denoncoj këtë problem, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Entela, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta, të falenderoj shumë për njeriun dhe gazetaren që je dhe për emisionin që ke krijuar. Faleminderit. Të falenderoj që më bëre pjesë. Të falenderoj dhe unë që të kam në këtë live dhe jemi live nga Michigani. Po nga Michigani. Sa vite ke që je larguar nga Shqipëria dhe jeton në Amerikë? Unë kam ipur në vitin e 9, në shtator lam 8 vjet. Besoj që ju nga Korça fitoni llotarinë amerikane dhe me llotari ke shkuar? Jo, Odeta, jo, më ka marrë vajza. Vajza ka shkuar në llotari? U martua. Dhe ajo të ka trequr? Ajo më troqi, pasaj pas 3 viteve, si që mori pasaportë. Besoj që jeni sistemuar aty? Po. Jemi sistemuar. Po me plagë shumë të mëdhaja. Unë kam probleme me shpinën, në fakt. Në Korçë, në Shqipëri? Në Korçë. Unë jam martuar shumë e vogël, Odeta, në 88, 16 vjeç. Në 89 kam lindur vajzën e vogël të madhe. Në 91 kam lindur vajzën e dytë dhe në 94 kam lindur djalin. Djali sot është 31 vjet. Je nëna e 3 fëmijëve? Jam nëna e 3 fëmijëve. Të 3 fëmijët i kam të martuar, Odeta. Dhe më vjen mirë, je bërë nënë e lumtur, je krenare. Jam bërë gjyshe 5 herë, vajzë e madhe nuk më ka fëmijë, pastaj vajzë e dytë më ka 3, djali më ka 2 në Shqipëri. Entela, sa vjeç je? Unë jam 54 bëj tashin në shkurt. Ka qere dhe je bërë gjyshe 5 herë? Ka qere, jam bërë gjyshe 5 herë. Përpara se të më Shumë e lodhur nga jeta, Odeta, dhe akoma nuk jam lodhur tër këto vite që rita 3 fëmijë, se sa jam lodhur këto 8 vjet këtu në Amerikë. Amerika është e vështirë? Më shumë për shpinë e kam lodhjen. Se kam punuar me 2 punë këtu, edhe sot nuk kam asgjë. Asgjë, se dhe këtu s'kam. Dhe këtu vërtet e kam bler shpinë, e kam po e paguaj, e kam bërë për 30 vjet, është viti që po jetoj këtu, se ande shqiptarët e din se je në Amerikë, edhe kështë e di sa leka ke, po kam punuar 2 punë që kam bajtur avukatët në Shqipëri. Në 91 kam lindur Çupën, në 92 unë kam filluar shpinën. Dhe në 93 kam hyrë në shtëpi të reja. Në çfarë lagje të Korçës? Në lagjen në lagja 8. Dhe quhet Radanec, është mu në qendër, në pazari i ri që është tani. Mu në qendra tregtare, Odeta. Pra, pasi ti u martove, u bëre nën, ndërtove shtëpinë me burrin? Ndërtova, kam ndenjur 5-6 vjet në Vjera, në një dhomë. Po shpiti kemi kështu që dua ta nis nga se ka erdhur kjo rëmujë. Në shtëpinë e Vjerës ishim 2 familje. Ishte Vjeri dhe vllai i Vjerit. Shpiti kishim në formë leje. Ata kishin më vete, po të ngjitur në një mur me Vjerën. Kishit një obor? Vetëm një murin tanë, me një obor. Dhe ajo pronë është pronë e pandarë. Do më kuptosh. Pra mes Vjerit dhe vllait të ti? Dhe vllait të ti. Por çfarë ndodhi? Ju ndërtuat shtëpinë tuaj me burrin tënd, ku e ndërtove? Po,
ja do ta them unë. Kam ndenjur 5-6 vjet në Vjera dhe prapa shpive të Vjerës time që s'kisha asnjë lidhje me Vjerin, me pronën e Vjerit, edhe me Xhaxhan e Burit. Ka të shtëpi e ngriti Vjera, në fakt do ta bëj tha kuzhinën, a tha neve. Kisha një Vjerë të nderuar, të respektuar. Kisha një Vjerë, nuk di, kalova 30 e ca vjetë, se kam 8 vjetë këte, kalova shumë mirë Odeta. Dhe prapë për mua janë të nderuar, të respektuar atje ku kanë rënë. Janë larguar nga probleme. Nuk kam probleme me ata. Asnjëherë s'kam pasur. Vetëm këtë nuk ja falu në Vjerës, sepse çdo kartë që nxirnim në për hipoteka, e zë shembull, ose në për doktora, ose në një zyrë, në një çfarëdo që të bënim. Neve nuk vinim ne të rinjtë, na i bënte Vjera çdo gjë, na ndihmonte. Jo se s'dreshte. E kuptoj. Se nuk ishte ka që ashtu që mos e linte nusen apo jo. Na i bënte vetë, na jep një ndihmë Vjera Vjeri. Ne ishim në punë, kisha 3 fëmijë të vegjël. Edhe në përzyra gjithmonë ata rrinin. E qartë. Ashtu. Tashi do ta bëj kuzhinë, theshte Vjera. Do ta bëj kuzhinë, po mirë. Pastaj i thotë vllajt të saj, i thotë, sikur t'ja bëj një shtëpi Fredit. Po beja, i thaj, Fredi zhburit tim, se unë isha nëse madhe në atë shtëpi. Këta janë 3 vëllezër pa motër. E kuptoj. Burit tim, ashtu. Beja, i thotë, edhe, më thotë mua, t'ja u bëj mami shtëpia ndeja, po mirë me mami thesha unë, po si do rimën edhe pa karta, pa dokumenta. Mos ki mera, ku të riun do rish dhe ti? Ta shio dhe ta e mendoj, ku të riun të vete të ria tje ku është Vjera time? Por pse, ajo shtëpi u ndërtua dhe nuk pati letra dokumenta, një certifikat? Asnjëro, Odeta, asnjëro. U hap firma pilot, jo se s'kemi rendur, a? U hap firma pilot në Korçë. Po? Nga Gazermat. Vetëm po ta kesh dëgjuar. Po. Nga rrugë e Kolonjës. U hap një zyrë atje, kishin vënde fletët në për dyer që të regjistronim emrin. E regjistruam emrin dhe kishin dalë emrat. Këta më thonë mua që e ke shpinë me pronar. Janë shumë pronarë. Ajo shtëpi që u ndërtua enkas për ty dhe për burrin nga Vjera. Për mua dhe për burrin. Ju pasi Pa futur në pronën e Vjerit, apo të Xhaxhait të Vjerit. Por toke kujt ishte ajo që Të burit, Xhaxhait të burit, më fal. Ajo tokë? Ajo Odeta, se sot po dalin të tëra. Ne me tër këto vite e dinim se ishin 40 pjesëtarë në atë. Dhe me ndihemër Konomi e dinim neve. Ajo sot ka dalë rrugë shtetërore, pro shtetërore rrugë, ajo ishte rrugë. Tokë e shtetit, pra ju e keni ndërtuar në tokën e shtetit. Çfarë viti u bë skica dhe njëherë ma trego të lutem Xhaxhaj? Po unë nuk e mbaj më mirë se ka shumë vite, po para nga 2008-2007 këshuve. Pra në 2007 Xhaxhaj... Do me thënë para 2012-ës. E qartë, Xhaxhaj i burrit bëri skicën e shtëpisë. Bëri një skicë të shtëpisë. Po. Edhe tha, Ndela tha, do ta fut në skicë edhe këtë shtëpinë tuaj, tha. Edhe pastaj, kur të marrim tapin neve, ta heqim pjesën tënde. Pra, Okej, ta shumë. ai bëri një skicë dhe ju drejtua institucioneve për të marrë certifikatën me gjithë... Certifikatën. Me gjithë pronën tënde, të dilte në Me një gjithë gjitha. pronën time. Po. Po? Miri, ta shumë, unë s'flis një do të se kisha Vjerën për para. Kam që nuse re Odeta. Nuk flisnim do të neve. E qartë. Ta shi janë gjerat më ndryshe, nuk të pyesin të rejat. Edhe, kur martova pa bërë dasmën e çupës, të dytë, pa i kur vajza në Amerikë, edhe më thotë mua ky, po ai pati ca probleme se këta ikën në Greqi.
Dhe këta kanë ndenjur vetëm 10 vjet në atë shtëpi. Dhe në shtëpinë e xhaxhait të burrit unë jam bërdado. Ja u lanja, ja u shplanja gjithmonë para se të vinin nga Greqia Odeta. E kuptoj. Gjithmonë. I ke ndihmuar. Edhe kur vinin e gjenin shtëpinë dritë. Ngriesha që më pejsë, vinte xhaxhait e burrit, me gjithë dhëndurë, me gjithë çupat, edhe unë isha ngriesha që më pejsë, u bënja mëngjezin se vinte autobusi shpejt nga Atina. Edhe sot mua më morën shtëpi me nderuar. Se Ja këtë më kanë bërë. shtëpinë ta ka marrë xhaxhai i burrit? Ma ka marrë xhaxhait e burrit. Po. Po çfarë? Ka bërë një nuk e di çfarë ka bërë Odeta, nuk po ja gjej dot anë. Po çfarë ndodhi? Entela, jam edhe larg. Ai bëri një skic në atë kohë dhe ma trego çfarë ndodhi. Bëri një skic. Pastaj, pas sa viteve më vjen edhe më thotë, Entela, si do vesh, do ta marrësh shtëpinë? Atë certifikatën, po do paguash. Unë atë kohë isha në studimet e çupave. Edhe ishan se me roba qepsi kam qenë. Buri punonte me një nga këto Piaggio, triciklat me 3 rota, 10.000 leka sinte në shtëpi. Më ndihmonte nëna time që i kam studiuar ato çupat, se më vinte keq të linja pa shkollë. Edhe Fredi Spara ka dashur në fillim të bëj shkollë, kështu xhelozit e burrave, se çupat i kam të madhen e kam çiksi të pamshme. Edhe s'deshte të ma linte çupën në shkollë. Po jo, nuk është ashtu, ja si erdhi jeta sot. Bravo që ke ngulur. Po, ja u thon gjithmonë vajzat. Ja thonë, o babi deshet na linje pa shkollë, po mos ishte në nagonin për t'i emën, për gjyshen e babait. Mos ishte në nagonin edhe sot pa shkollë do ishin çupat analfabete. Jo, Odeta, jo, nuk është mirë. Nese. Edhe unë nuk isha, i thash o Xhaxhiladi, po tash e gjetët në këtë kohë. Unë nuk kam, i thash. Megjithatë i thash unë, juve merreni certifikatën tuaj dhe shtëpinë time lereni minjanë, unë kur të kem do të nxjerr. Okej, ka iku. Po ky nuk kishte fuqi mbi gruan. Se arriti u sëmur në Greqi. Po pse? Ajo Odeta, atë duhet ta kishin lidhur çupat. Ta shpinin atje në burg për atë që i bëri babait të tyre. Se që i bërë? Se ajo e ka thënë me gojën e ti vetë. Jo unë ta shpije sot në burkate, ta shpije në çupat që ka. Se ky e ka gruan e dytë këta. Gruaja e parë është këtu në Amerikë me gjithë çupën. Edhe atë e ka nxjerrë patrona ajo. More veshti, edhe me një komshie tjetër aty ja ka marrë pronën, ajo ka bërë lemsh Odeta. Lemsh, jemi 2 veta që kemi hapur gjyqe me ata edhe nuk po ja dalim dot. Por ajo si ta mori pronën, sepse ti nuk ishe para... Ja si mori pronën, e mori pronën, e futi shtëpinë time, e futi në skicë, në certifikatën e saj. Dhe unë nuk dinja. Nuk e dinja, unë kur kam erdhur këtu e kam marrë vesh Odeta, që shtëpia time do shiteshe. Prona. Pra përveç se ta mori, e kështë nxjerrë dhe në shitje shtëpinë tënde. E nxori në shitje shtëpinë, ajo e ka shitur shtëpinë Odeta. Wow! Shtëpinë e ka shitur, kanë erdhur 2 veta nga Tirana. Edhe i kërkoni, takojnë se këtu është pjesëtare dhe e motre vjerit. Se nga babai marrin 3 fëmijët, se ajo nuk la testament. Marrin 3 fëmijët, okej, ta gëzojnë. Ç'lidhje ka shtëpia time në pronën e tyre? Allua thot gjithmonë që s'kemi punë edhe me pjesën tënde Entela. Unë kam pronë pjesën e babait, 74 metro. Moj Pepi, se shpresa e ka emrin, por në jo i themi Pepi. Moj Pepi, po ku e gjete ti këto 74 metra? Ose ti mund t'i ke 74, po ku e shtëpia time? Ajo ja u ka dhënë metrot këtyre dhe ka mbajtur 295 metro për vete. Dhe vjerit i ka dhënë 74 metra, dhe allës të burit i ka dhënë 74 metra. Po tani, Entela, vjen nusja e dytë në atë shtëpi dhe ju bën ligjin i bamponat? Jeton 10 vjet aty, ikën në Greqi, bemin edhe do të shpisë, edhe kur vjen puna,
Të merë të nxjerr jashtë. Ajo ndan pronë dhe unë pa pjesë. Kjo është e tmerrshme. Okej. Në rregull. Ta zemë se ajo e ka futur ka bërë legalizim çfarë ka bërë punë e saj. Unë kam dashur gjithmonë të drejtën time. Se 30 vjet nuk më tha një ditë ikë se unë e kam blerë këtë shtëpi. Shtëpinë e kam ngritur unë, se ka ngritur ajo. Vërtet në pronën e tjetrit, unë po e them të vërtetën. Po më dëm shpërblea hy që e blevi, që i ka vërë ruspën sot, më ka nxjerrë fëmijët jashtë odeta, fëmijët qamin, me gjithë fëmijët e vegjël, nus jam me bark në goja, edhe do të dërgoj videot. Në atë shtëpi jeton djali jot atje? Në atë shtëpi jeton dhe djali tim, në mesë është Vjera, se unë jam prapa Vjerës, dhe në ballori përpara është Xhaxhaica e Gurit. Po mirë, të lutem. Entela, kur ti e more vesh që shtëpinë ta kishte marrë ajo, komunikove me këtë zonjë, me nusën e Xhaxhait? Nuk na del, po nuk ka vite që s'komunikon me neve ajo deta. Ajo vetëm blet fëmijët në probor, ajo është, më fal për shprehjen, si shtrige borbardës. Që në fytyrë, po ta shikosh, që në fytyrë, edhe der në shprehje. Ajo i mblidhte fëmijët si këshilli ndër kullave dhe të dëgjonje videot edhe të dëgjonje, nuk e dia, mund t'i ketë vajza. Një stres të paparë odeta. Një stres të paparë. Çdo një juve me mua. Juve gjeni pronën tuaj. Unë s'kam punën me pronën tuaj. Unë kam pronën e babait tim. Juve kërkojeni, juve bëjeni kështu. Asnjë nuk tha që atë e kam unë. Vetëm dhunë psikologjike fëmijëve dhe dhunë psikologjike neve këteja. Por Xhaxhai i burri saj, çfarë ju tha? Burri vdiq. A ka vdekur Xhaxhai? Ai ka vdekur një vit pas i ikëm neve, ka vdekur në një ditë me vjerën time, edhe në një orë. Ai në Greqi, Vjera në Shqipëri. Në një ditë dhe në një orë me vjerën time. Dhe kjo beri qi dhe shqefi. Ai nuk kishte më fuqi se e kuroheshe nga mendja. Ka pasur problem? Ai vetëm fryeshe edhe flinte edhe rinte, kaq bente ai. Dhe kjo mori tër stafetën në dorë. Isla di firmë këtu e ifte. Edhe çupën që ka me gruan e parë sot, as në das më martovi djalin këtë bear nuk i vajti. Ja kështu ka bërë ajo odeta. Ti ke mundur do të flasësh me atë zonjë në telefon, qoftë dhe në telefon? Me atë zonjë asnjëherë ajo s'ka komunikuar, pa zenë, pa vrarë, pa tenë, pa prerë asgjë. Asnjë gjë odeta. Kam komunikuar vetëm me Allon e Burit. Atë e kishim si një motër të veçantë të Vjerit, se një motër ishte, dhe ta kishte derën hapur. Po në mua e kishte jo si derën e nipit, po si derën e nënës. E qartë. Edhe unë e kam thënë kudo dhe e them, kam shumë respekt për çupat e saj, s'kam asgjë, edhe ata e dua shumë, as ajo s'ka fuqi, se dominon i shoqi. Dhe i shoqi me gjithë Allon e Burit nuk flolën me këtë, kjo është Shega Haxhi. Xhaxhaica. Nuse Xhaxhai është Shega Haxhi. Buri është Vladimir Haxhi. I ndjeri, se ka vdekur Vladimiri. I ndjeri. Por Shega, sa fëmijë ka Shega? Shega ka 2 çupa. Të saj. Por 2 vajzat e Shegës. I ka në Greqi, ato nuk vinin. Vinin vetëm në fillim fare. Pastaj ca vitet e fundit zvinin, edhe kur vinin nuk na flisnin, po çfarë kishin stregonin, steshin. Do me thënë çdo shkëputje e kanë bërë avash avash, që dolën këto sot. Çdo shkëputje e kanë bërë avash avash. Por vetë Shega jeton aty në Korçë, te shtëpia e saj? Shega ka marrë një hyrje 40 milion në bashkia, e ka marrë çupës së vogël dhe ta shishiti shpinë, ka marrë një hyrje tjetër, më duket, me të thënë. Ka marrë një hyrje tjetër për veten e saj. Pra ka ikur, e ka shitur atë pronë, ku ka jetuar? Jo, aty s'rinte ajo, rinte në pallati i çupës.
Jo, e shitja atë. Ka goxha vit. Tash i vitet e fundit vinte ndonjëherë. Vinte ndonjëherë rinte aty. Se rinte në Greqi kjo më shumë, e çupat. Por të lutem. Nuk rinte në Shqipëri. Çfarë momenti ka ndodhur? Çfarë kohë ka ndodhur që djalin tënde nxorën nga shtëpia dhe ajo e shiti shtëpinë tënde? Para 2 vjetëve. Para 2 viteve. Pra 2 vjet djali përi me qirau dhe ta. Jam zero paguaj 3.400 shpinë se pres djalin të më vitashin. Dhe unë e di si i kam mbajtur djalin një. Kam mbrojtur djalin se e kam në proces dhe s'dua ta djeg, e pres djalin mot. Sami, të më vinë këtu. Po treq dhe djalin për ta çuar në Amerikë, Po, me bashkim familjar, po. Shumë mirë po bën. Ashtu. Edhe kam mbrojtur gjithmonë qetësinë dhe ta. Sepse ata që e kanë blerë janë nga Tirana. Blerësit janë të pafajshëm në këtë histori. Jo, nuk kanë faj o dhe ta. Sepse edhe unë, nëse blej një pronë, nuk kanë faj se Po janë qa gjera të tjera do të t'i themu. Do të t'i thote tela dhe ato qa janë të atyre. Do të dëgjoj me vëmendje. Kjo e shiti, erdhën 2 nga Tirana para këtyre që e kanë marrë tani. Edhe kanë takuar këte, edhe kjo ja u tregovi, këte e shnipi, këte e shkëshu. Po e kam unë, po si e këti? Doli djali, këtu jam unë, kush ri këtu Ferdinandi? Për burin. Po. Kush është pronari kësaj shtëpie? Po ka karta, s'ka karta, s'kemi. Po ti po e more mere. Mere dhe ose bëjmë një legalizim, ose të jetë firma dhe mere me jep mua çdo mjafësh. Ajo i dha një shumë të madhe. Që mu unë e dua me euro, me kaq euro e dua, për pjesën e saj. Ata u stepën. Po pse i tha, më ndihmoj edhe djalin i thanë, pse jetë në rrugë? Ata po jetojnë aty. Jo, u larguan ata, ikë. Kur mësuan konfliktin, u larguan dhe nuk e blen. Po, ata thanë kështu, në qovë se neve, na jepni, kështu si që jemi, okej. Por gjykata çfarë vendosi? E ke humbur? Vetëm ato kam. I që lam proces, ja të themunë. Tashi na doli kjo, na doli ajo, na doli kështu, na doli kështu. Edhe bën në dorëqe, dua 4.000 euro të tjera. Në qovë se vazhdojmë që të marrësh certifikatën. Ore qarë po thua? Ore ndue i tha shumë më vjen keq zoti avukat. Po si ti më the mua 3.000 euro? Tashi po më kërkon unë një bje të ble shpinë time. Ti o dhe ta më mirë nuk dua që ti dhe se ti shikon si kanë erdhur korat. Një kosto që nuk e përballon. Gjuna dhe ai babë për një fëmijë është që iku, një do 3 avukat goxha burë. Po jo dhe ta ja këshu ndodhin gjera ato dhe ta. Mua më vjen keq se unë kam pasur prind vet, edhe jam prind vet. Jo dernatë, dhe unë prandaj kam rojtur këto gjera, që jam djegur sot vet. Të besoj, Kushdo ditë bëjt. Dinja dhe unë ta vris një atë shejkën atje. Edhe unë dinja o deta, po jo se kam 3 fëmijë. Edhe kam erdhur këtu që t'jeq familj nga jo varfëri. Entela, ti ke ardhur në Shqipëri, po më habit, nuk e ke takuar dosë ka patur guximit të takoj vetë zonjë Ish në Greqi ajo s'do komunikime neve o deta. Nuk ka dashur moj o deta. Vetëm me motrën e vjerit unë, me burin e motrës të vjerit. Dhe kur erdha këte, kam bërë një telefonat, ore qarë po më beni, po si jo më shisni shpinë, po më nxini djali, kam qarë aq shumë, sa më ka rënë të tikt. Edhe kam qënë vetë në shpi. Kur jam përmendur nuk e di o deta. As unë se di kur jam përmendur. Vetëm se lotët tim kanë 8 vjetë nuk janë ka rishtur këtu. Nuk ka rishtur lotët tim. Sa sot jam qoruar, vetëm nga jo nuk të shikoj ty. Nga afër nuk shikoj. E nese. Për fëmijët më të një keq qupe madhe më ka luftuar shumë. Qupe së madhe i bënja prokur, ajo ka ndjekur gjyqe, ka ndjekur... Po su bë as njerë në një gjyqti me i meshe vendim. I kam dëm prokur avukatit. Ore unë nuk do të lej, si do që t'jetu në pas asaj veç ato do t'i japi dhe plus. Vetëm më mbaro punë. Tash ti sot mua më kërkon 4.000 euro, kur unë po të tregoj me sinqertu, nuk jam nga ato që të them edhe mos të t'jap, se unë po të dalë publikisht këtu po të them. Ore, moj odeta ti më bëj punë, po saj fundin e di unë, ose një avukat shtetëror, unë nuk kam leka tashi, vërtet, ama u e di unë pasaj kur të mbaroj punë, po jo tashi,
Unë kam bajtur edhe në ajo, në Piranja të bajta. S'kisha dokumenta, qartë i jepnja, më kërkonin dokumenta. Nuk dinja ku të dinja Odeta. Non stop ri televizori në Odeta, Neni Çobani. Në Odeta, Neni Çobani, për shpirtën e nëse të babajt. Të besoj. Të beson Odeta. Edhe unë tash, pse mos e bëj këtë hap edhe unë? Kam qarë me atë historinë e një fëmije, ta asaj një Itali dije kam dëgjuar. Po, fatkeqësisht. Që shiten fëmija me Odeta, sa e zonja je. Histori të dhimbshme, trajtohen edhe... Po qarë bëhet shumë me Odeta. Po ja me mori gjë me vete ai që i ku asgjës mori. Njerëzit... Asgjë nuk mori nese Odeta. Vjen një blerës i dytë. Përpara se të kalosh te blerësi i dytë, djali jot që jetonte në atë shtëpi, kur takohesh me shegën, kishin konflikt, çfarë i thoshte ai djalit tënd? Do dalësh nga shtëpia se do e shes? Ajo Po. Shko kërkoj, shko gje. Thoj sa te me ta kërkoj. Thoj ti teti ta kërkoj. Por nuk i kishte të thënë djalit? Hajde mere, ja ku e ke, hajde mere. E kupton një dhunë psikologjike? Fëmijët, ata janë fëmijë, për mua janë fëmijë. Dhe çfarë ndodhi me blerësin e dytë? Ashtu. Tash vjen një blerës i dytë. Një Filip. Mbi emri nuk jam bajment. Ti do mi kërkosh prapë dhe unë do të ti jap, se i kam në përkarta i ka vajza. Më vjen zura dhe një avukat tjetër në Korçë. A ju një 3 muaj, 6 muaj, 1 vit, iku dhe a ju. Asgjë s'më beri. Asgjë nuk më beri. Do shikoj hipotekë, do ik me pushime, do bëj kështu, iku dhe a ju. Tash kam 1 vit, kisha zënë një avukat Ragami. Ndoshta e ke dëgjuar Ragami. Ka shumë avokat dhe edhe si që dëgjojme që thonë Olsi e ka emri. Që thonë ky është avukat i mirë, është i drejtë, është me të thëna dhe neve. E nese. Edhe a ju s'më beri punë. Më mori një 300, nuk e di sa më mori. Që api qarë beri, qarë kërkovi, ikën dhe ato. Ti akoma je në çështje gjyqësore, është hapur çështja apo Jo, a ju ma previ. Si, çfarë të tha? Jo, a ju tha që nuk mund të vazhdoj, thash nga 3. Pra, gjykata ka njohur si pronare zonjën Shega Haxhi. Po, ajo e ka shitur, ata s'u paraqiten asnjëherë në gjyq, se janë për gjyqe. Kur vinte puna për gjyqe, se ky ndue Pietra bëri me Vjeri në fillim. I gjori ishte i sëmurës varë vinte. Kishin frikë mos i menin në një firmë këto dhe ishte gjaja më ekstreme pasaj që neve s'menim dot. E qartë, e kuptoj, por çfarë ndodhi? Erdhi blerësi i dytë. Ashtu, erdhi blerësi i dytë, Vjeri ishte një sëmurë në ato kohë. Thoshte unë nuk e jap, edhe nuk e dha. Vdiq Vjeri. Vjera ka vdekur më përpara, një 3-4 vjet më përpara se Vjeri. Edhe Vjeri ka 3 vjet që ka vdekur. Edhe erdhi blerësi i dytë, neve s'njeshim si pronar aty. Një Shega. As gjikundi, Fredi, buri tim. As gjikundi. Do bënin trashëgimin e, ja dhe këtu luftë dhe këtu. Dëgjoj edhe këta tash, që të çuditesh ç'bëhet në Shqipëri. I di më mirë se mua. Trashëgimni që nga pasuria e Vjerit. Si? Do bësh trashëgimnia nga pasuria e Vjerit. Se shtëpia jote ishte në emër të Shegës. Në emër të Shegës? Atë pjesën time ka marrë Shega. Është edhe një çështje tjetër, do ta tregoj dhe atë. Se mua tash nga shtëpia time që ka marrë Shega janë 39 metro e gjysmë. Dhe 30 metro që bëra shtesën, se futi dot ajo. Shtesën e re. Po. Se ajo e kishte më fal me ndërtesën e banjën e vjetër që kisha. Po, e qartë. Ashtu është skica e asaj. E qartë. Nga ana time, ashtu. Në pjesën tjetër, këto 30 metro tashi, i ka blerë një Michel Pili.
Po si? Gruaja I punon administratë aty në një zyrë afër bashkisë, se kështu bëhen. Unë I di si janë lidhur gjërat, si lidhen. Por ajo pjesë në emër të kujt doli? Ajo 30 e ca metër. Ajo doli ka dalë në emër të Mishelit. Si doli? Misheli ja pas ka bler shteti tashi. Si ja bler shteti ti me një ndërtesë 30 vjetë të ndërtuar? Dhe su ke 30 vjetë mua, ajo sot e ka blerë. Sot kurushit, ka 2 vjetë që e ka blerë. Misheli ishte në gjyq me nduen. Edhe bëri dorëheqje dhe I tha ndues që unë e gjdorë tha se nuk është prona time tha. Jam gatruar. Tashi që shiti shega doli pronar. Por ndali pak tek momenti kur djalin tënde do buan nga shtëpia, çfarë ndodhi? Atë ditë kur shega ta shiti shtëpinë. Ja çfarë ndodhi? I vu në ruspën, se shiko tani. Ky Filipi ja blevi shpresës dhe shegës në heshtje. Ato e shitën pjesën e tyre. Tash nga pjesë e vjerit neve do bënim akt trashëgimina, që t'ishim 3 djemë të pjesëtarë. Po. Ta tash derisa bën shitjen na I bllokuan, se ky Filipi pas ka farmaci private në Tiranë. Kanë janë koka Odeta. Jo, po pak rëndësi ka. Edhe një fukara vuan, vuan si mua. E qartë, fukara. Mua më të qaje për vite, për ditë. Por djalin e kanë nxjerrë përmbarusi nga shtëpia? Apo ka dalë vetë? Ja do ta them. Ka erdhur IKMT Bashkia e Korçës. Bashkia ka thënë keni 5 ditë afat të ishni robat. Nduja dërgovi nga prokuroria, nuk e di çfarë kartë mori, e rrezovi poshtë të bashkisë. Sepse isha me të drejtë. E falenderoj dhe në një anë, zotin dua. Nuk them, për aq kohë sa punovi me mua. Policia bashkiake mbriti në shtëpi dhe djalin e dëbuan nga shtëpia apo u bllokua? Jo, nuk iku. U spraks bashkia. Po, dhe çfarë ndodhi më pas? E shpum në bashki dhe e kemi shtyrë me muaj, 2 vjet, 1 vit. Vazhduam me menduen, që kur I prisha menduen unë, pastaj zura një avukatitra ju s'po mbente asgjë. Nuk ja u prishin, mos kini frikë se nuk ja u prishin. Edhe një që kishim komshi punon hipotek, mos kini merak, se ti e ke ndërtesën tënde, nuk ta prish njeri. Nese. Pastaj vjen Filipi. Blersi. I thash Filip, këtu nuk është vetëm shega. Jo, unë njoh vetëm Angjëllushin pjesëtar për baban e burrit Vjerin. Unë jo vetëm Angjëllushin dhe Vladimirin, edhe shpresën. Këta një si pjesëtar. Se çeftikata në emër të këtyre kishte dalë, e qartë. Po, në emër të këtyre. Dhe kur bëm akt trashëgimin neve, nuk po na vinte 1 vit të tërë akt trashëgimia. Derisa këta bën shitjen. Na I zhdukën hipotekë. Bëjmë prap një kërkesë tjetër neve, po ishte bërë shitja pastaj. Por tani Entela, përveç shtëpisë tënde që ti e ndërtove dhe nuk arrite dot me një certifikat. Po, kam pjesë në Vjeri unë. Po edhe ajo u shit pjesë e Vjerit dhe s'mori askush nga ju? Jo, nuk është shitur pjesë e Vjerit. E pra. Po, si e shitën ato 2 pa firmën e 3 pjesëtarëve të tjera? Se ne ishim 3 pjesëtarë. Ato ishin 2, Shpresa dhe Shega. Si bën shitjen kur nuk ishte firma e Vjerit tuaj? Po, u bë shitja pa firmën e 3 vëllezërve. E qartë, se Vjeri kishte vdekur. Të Elidonit dhe të Fredit. Se Vjeri juaj kishte vdekur, e qartë. Vjeri kishte vdekur. Tash I këto ishin thoshte që unë ma jeta këtë trashëgimin më theshte. Po ti ma ke blokuar o qeni thash unë. Keni 1 vit që e keni blokuar. Kur ta marrëm do ta jap. Ne po prisnim të na vinte. Ku I dinim ne sa vonoheshe akt trashëgimia? Iku 1 vit e ca. Ata I bën punët. Kur marrin vesh neve, është shitur. Pyesim Shpresën këte, Shega thoshte, ju thoshte fëmijëve e kam lëshuar me qira. Pyesnim ata thoshin e kam blerë. Kur më tregojnë mua certifikatën ata, po si e keni bler juve thash unë pa firmën e 3 pjesëtarëve të tjerë? Se këtu janë 5 pjesëtarë. E kuptoj. Si e keni bler juve? Jo,
E kemi blerë, shko kërkoj atë gjyqe. Po mua këta nuk më kanë afruar një ndërtesë dhe kunati i tha këshu, se prap e këshin ka për kunatin, i këshin tenë. Tash si do t'alime që neve ta bëjmë një... Mua pami dhe në vlajit shpini tha, se kur u prish strimi ra shpia time. Jam qarë tërmuret, futeshin min të brenda. Biles guzhina është në atje, ca roba atje. Edhe në rrugën që kalonja unë në obori vjerës ta kanë bërë murë. Dhe murin e kanë bërë natën, jo ditën o deta. Kur unë ngrit kunati në mëngjes gjenë murin e verë. Unë nuk ky dot në shpin time sot. Të du aty. Ky që ne kam, po nuk ky dot. Aty lozin min të valle. E dashur Entela, e kuptova qartë. Ja kshu ka ndodhur o deta. E kuptova qartë historinë tuaj për sa i përket Romës. Aty korrupsioni gjallë. Prandaj ndodhin këto gjëra në njerëzit fukare. Ke një mesazh për zonjë Shege? Unë kam një mesazh për Shegën, kam një mesazh për shpresën dhe një mesazh për burrin e shpresës. Unë po i them kështu. Kur unë kam qenë për ato, më deshin. Sot që unë u largova me ti kur atë vit në Amerikë, mua më morën gjithë shka. Dhumë psikologjike në mua, dhumë psikologjike në buri po e po, dhumë psikologjike, materiale njërë, financiare, po dhumë psikologjike në fëmijët. Në fëmijët. Shpresës i them shumë. E kam dashur dhe e dua. Dhe më ka erdhur keq. Pse e nxori nipin jashtë? Je jam lutur si Krishti Pepi mos e nxirr Fredin jashtë. Se do të harrojnë në të 3 niprit. Dhe vërtet ashtu ka ndodhur. Dhe më vjen keq. Ti në mua e kishe derën e nenës. Pse sot më shkile me këmbë? Ti pronën aty e ke, nuk do ta marr unë. Ju gëzuan atyre 25 milion që morën. Mori shpresa. Mojti mosit firmët 20 vjet nuk fole me shprej me Shegën. Ti sot për ato 20 milion. Po nuk është në të keq me se kanë qenë të zenë me leka, kishin byrektore të rjetën. Sot kanë qupat edhe bravo ju qoftë, që dominojnë në Korçë. Buri të shpresës i them kështu. Një njeri materialist. Të rjetën më ka thirrur qupë, edhe sot më odhën poshtë. Kaq, asgjë tjetër. Fëmijët tim komunikojnë, se nuk i ka mësuar fëmijët të mos duan njerëzit. Fëmijët tim po, i duan njerëzit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndoqët, deri takohemi nesër.